Nisur dhe nga diskutimet që bëm ditën e hënë nga të dyja krahët e kësaj salle, të majtë të djathtë, socialista apo demokrat, të cilët me të drejtë ju referuan ngjarjes së rëndë të ndodhur ditën e diel në Durrës. Dy deputet të Partisë Socialiste kanë depozituar disa amendamente që synojnë, le të themi, marrjen e masave parandaluese ndaj drejtuesve të mjeteve të papërgjeshëm ose recidivistë në shkeljet rrugore. Dhe në këtë këndvështrim për të lënë kohë që edhe kolegët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo kolegët e tjerë të grupit parlamentare t'i shohin, dhe komisioni po ashtu dhe Ministria përkatëse, kërkojmë shtyrjen e diskutimit të kësaj çështje me qëllim që të kemi konsensusin e plot dhe në kuptimin edhe të njohjes, për shkak se numri i neneve të propozuar është 9, pra është më shumë se sa nenet që kishte projekt ligji, atëherë besoj që bijem gjithë dakord për ta shtyrë bashkë me kolegët që të ketë kohë dhe kolegët